Assalamu alaikum. Në mësimin e sotëm do t'i mësojmë dy shkronja të rënda. Është fjala për shkronjën ta dhe shkronjën dha. Shkronja ta është kjo shkronja këtu, pra është ta e rënd, shqiptohet kur është me fetha si ta, pra ta, ti, tu. Shqiptoni edhe ju bashkë me mua, ta, ti, tu. Shkronja ta në fillim të fjalës shkruhet kështu, mes të fjalës shkruhet kështu, dhe në fund të fjalës shkruhet kështu. Tu kemi shkronjën ta të lidhur me njëra tjetrën, pra ta, ti, tu, ta, ti, tu. E tash t'i lexojmë shembujt të kjo shkronjë. Ta, zi, gju, ta, zi, gju. Ha, ta, bu, ha, ta, bu. Lexoni edhe ju së bashku me mua. Be, se, ta, be, se, ta. Shembulli tjetër është ta, bi, ru, ta, bi, ru. Shembulli tjetër të kjo shkronjë, she, ti, thu, she, ti, thu. Mos i ngatroni shkronjën shin me shkronjën se, pra shkronja shin, si shini shkruhet kështu, ndërsa shkronja the shkruhet kështu. Pra këtu kemi, si thënë, she, ti, thu. Dhe shembulli i fundit në këtë shkronjë është dhe, si, tu. Dhe, si, tu. Pra këtu kemi sad, këtu kemi ta. E tash do ta mësojmë shkronjën dha. Pra shkronja dha është dhe e rënd dhe nuk ekziston natyrisht në alfabetin e gjuhës sonë. Pra kjo është shkronja dha. Dha, dhi, dhu. Shkronja dha në fillim të fjalës shkruhet kështu, në mes të fjalës shkruhet kështu, në fund të fjalës shkruhet kështu. Dhe këtu kemi të lidhura shkronjën dha me fetha, me kesra dhe me dhamme, pra dha, dhi, dhu. Mirë, cili është dallimi mes shkronjës dha dhe shkronjës ta që mësuam pak më herët? Shkronja ta, pra shkruhet pa pikë, ndërsa shkronja dha shkruhet me pikë. Ky është dallimi pra në shkrim. Ti lexojmë shembujt të kjo shkronjë. Dha, khi, ru. Dha, khi, ru. Be, dhi, shu. Be, dhi, shu. Gje, ti, dhu. Gje, ti, dhu. Shembulli tjetër është dha, si, tu. Dha, si, tu. Shembulli parafundit është gje, dhi, hu. Gje, dhi, hu. Dhe shembulli i fundit në këtë mësim është e, zi, dhu. E, zi, dhu. Kaq për këtë mësim. Mos harroni të ushtroni shkronjat, pra shkrimin e shkronjave. Allahu ju ruajt. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ky kurs është i bazuar në librin Abetaria Kuranore, cilin mund ta gjeni falas në shumë librari islame ose ta shkarkoni si PDF në linkun e mëposhtëm.